Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kardiologët me urdhër të prerë mos t'i fusni në gojë këto 4 ushqime, po ju dëmtojnë zemrën. Shëndeti i zemrës është një nga parametrat më të rëndësishëm të mirëqenies, veçanërisht në një epokë ku numri më i madh i vdekjeve në botë shkaktohet nga sëmundjet kardiovaskulare, i përcaktuar nga faktorë si presioni i gjakut dhe kolesteroli. Shëndeti i zemrës ndikohet kryesisht nga zgjidhjet e stilit të jetesës, dieta, fitnessi, përdorimi i alkoolit dhe duhanit, ose stresi dhe dieta është faktori më i rëndësishëm përgjegjës. Në muajt e fundit, personat e moshës 40 vjeç e poshtë, madje deri në 13 vjeç kanë vuajtur nga sulmet në zemër. Disa të famshëm gjithashtu ju nënshtruan arrestimeve kardiake dhe krizave të tjera kardiovaskulare, dhe kjo vë në qendër të sëmundjes CVD dhe parandalimin e saj. Për sa i përket dietës, mjekët këshillojnë rutinën mesdhetare për ta mbajtur zemrën tuaj sa më të shëndetshme dhe rekomandojnë abstenim nga ushqimet e përpunuara. Dhe ndërsa ka ushqime të shëndetshme dhe jo të shëndetshme që ndikojnë në shëndetin e zemrës, ka 6 zgjidhje të tilla diete që janë një jo e madhe. Këtu ju do të mësoni se cilat janë ato. Patatet të skuqura. Patatet e skuqura janë ushqime të përshtatshme, të shpejta dhe të shijshme, por në të vërtetë ato janë të ngarkuara gjithashtu me një shije artificiale, konservuese të tjerë, vaj dhe natrium, të cilat jo vetëm që kontribojnë në obezitet, por gjithashtu rritin edhe presionin e gjakut, duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës ose goditjes në tru. Salçiçet. Salçiçet mund të duken si një zgjidhje e mençur dhe e shëndetshme, por nuk janë. Në vend të kësaj, ky ushqim është plot me kalori, krip dhe yndyrra të ngopura, të cilat rrisin nivelin e kolesterolit dhe presionit të gjakut. Studimet gjithashtu e lidhin atë me sëmundjet e këqija. Shumë proteina. Proteinat janë një domosdoshmëri për një zemër dhe peshë të shëndetshme trupore, por njeriu duhet të zgjedhë llojin dhe sasinë e duhur në mënyrë që të mbajë një peshë trupore dhe një zemër të shëndetshme gjithashtu. Marrja e shumë proteinave mundet të dëmtojë veshkat dhe madje mundet të rrisë edhe rrezikun e dështimit të zemrës me 33%. Vaji i kokosit. Vaji i kokosit shpesh shihet si një zgjidhje e shëndetshme për zemrën, megjithatë ai është i ngarkuar me yndyrra të ngopura, të cilat mund të shkaktojnë bllokimin e arterie, një gjendje e quajtur si aterosklerozë. Sëmundjet e zemrës janë një nga sëmundjet më të përhapura në vendin tonë. Në Shqipëri, rreth 9.000 njerëz ndërrojnë jetë çdo vit për shkak të sëmundjeve që kanë në lidhje me zemrën, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktar të shumë humbjeve në jetë në botë. Ato përfshin edhe defektet në zemër, aritmin dhe sëmundjen e arterieve koronare. Shëndeti i zemrës përmirësohet në qoftë se ju ushqeheni mirë si edhe kryeni aktivitete fizike. Megjithatë, ju duhet i vini veshin trupit tuaj që është në gjendje të japë paralajmërimet e një problemi me zemrën. Shtrëngimi në kraharor. Shtrëngimi të mes të kraharorit është një nga treguesit më kryesor të problemeve me zemrën. Nëse keni dhimbje, bllokimi ose shtrëngimi, jo në anë të kraharorit por në mes të tij, atëherë ju duhet që të bëni një vizitë tek mjeku juaj i zemrës për të kuptuar më shumë. Frymëmarrja. Një tjetër shenjë paralajmëruese është mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me oksigjen, atëherë do t'ju duket sikur ju mungon ajri. Nëse jeni duke ecur apo ngjitur shkallët dhe ndjeni një lodhje të pakuptueshme që ju pengon, atëherë kjo mundet të jetë një shenjë paralajmëruese e problemeve me zemrën. Rrahje të çrregullta të zemrës. A i keni përjetuar ndonjëherë ndjesinë sikur zemra do t'ju dalë nga kraharori, po ndjesinë e zemrës që sikur rresh së rauri për një sekond?
Kjo ka të bëjë me rrahje të çrregullta të zemrës, një fenomen i cili zgjat krejt pak, por që mundet të ndodh shpesh, jo vetëm kur jeni në lëvizje, por edhe kur jeni ulur, shtrirë ose duke qëndruar në heshtje. Ky çrregullim i rrahjeve të zemrës është një shenjë e problemeve me zemrën, ndaj vizita tek mjeku është e rekomandueshme. Humbja e ndjenjave. Ka raste kur njeriu humb ndjenjat apo siç thuhet, i bie të fikt në një mënyrë të pashpjegueshme dhe pa shkak të mirëfillt. Humbja e pashpjegueshme e ndjenjave ka të bëjë me probleme të ndryshme, por një nga më kryesorët ka të bëjë pikërisht në lidhje me zemrën. Sëmundjet e zemrës, siç e thamë që në fillim, janë një ndër sëmundjet më të përhapura. Gjithashtu, ju duhet të dini se gjithçka që ham dhe pim ka një ndikim të fortë në çdo organ të trupit. Deri më tani keni mësuar për ushqimet që i bëjnë mirë apo keq zemrës, por këtu do të mësoni edhe pijet më të rëndësishme për shëndetjen e këtij organi. Uji. Uji është pije ideale me 0 kalori dhe 100% hidratim. Ju duhet që të pini 6 deri në 8 gota ujë në ditë. Atë mund ta pasuroni me pak lëng limoni ose kastravec dhe kësaj jo vetëm që do të hidratoheni, por edhe do të merrni shumë vitamina. Qumshti. Qumshti me pak yndyrë apo ai sojës është një mënyrë shumë e mirë për të marrë kalcium. Ekspertët sugjerojnë që ju të pini 1 gotë qumësht në ditë. Qumshti ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak. Çaj. Ekspertët thonë se çajrat, kryesisht ato bimor, ulin në rrezikun e iktusit, sëmundjeve të zemrës dhe disa llojeve të sëmundjeve të këqija. Në qoftë se njeriu konsumon 3 filxhan çaj në ditë, rreziku i atakut në zemër ulet me 11%. Zgjidhni gjithmonë çajra bimor dhe jo produkte industriale. Kafeja. Kafeja është shumë e shëndetshme për zemrën, por këto vlera largohen nëse e pasuroni atë me shumë kremra dhe ëmbëlsues artificial. Këto të fundit shtojnë shumë kalori në organizëm dhe gjithashtu rrisin kolesterolin. Nga ana tjetër, ju duhet që të konsumoni mollë. Mollët, sidomos lëkura e tyre, janë të pasura me antioksidantë të cilët e mbrojnë zemrën. Sipas studimit, konsumimi i mollëve ul ndjeshëm kolesterolin duke filluar me 9%. Për më tepër, mollët janë një prej burimeve më të mira të fibrës së tretshme. Sardelet. Sardelet janë zgjidhja ideale sepse jo vetëm që përmbajnë pak mërkur, por në 100 gram gjenden 1 miligram acide yndyrore omega 3. Sardelet kushtojnë lirë dhe janë tepër të shëndetshme. Arrorët. Arrorët janë një burim i mirë i yndyrave të pangopura, fibrës, proteinës, mineraleve dhe antioksidantëve. Arrat në veçanti përmbajnë acide yndyrore që luftojnë inflamacionin. Nëse njeriu konsumon 28 gram arra për 5 ose më shumë herë në javë, ai është 14% më pak i rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Thjerrzat. Thjerrzat, fasule dhe gjithashtu qiqrat janë të mirënjohura për shëndetjen e zemrës dhe ato përmbajnë proteinë, fibër dhe folat, të cilat ulin edhe tensionin e gjakut. Boronicat. Të gjitha frutat e pyllit përmbajnë shumë antioksidantë që e mbrojnë zemrën. Një gjysmë filxhani me boronica përmban 120 miligram antioksidantë, të cilët ulin tensionin e gjakut. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!